Kjo licencë dhe me thënë shumë, sepse për mu u konë gjithë ondër, jo veç me konë futboliste, por në të ardhme me konë mu bo edhe trajnere. Është një rast shumë i mirë me tregu vetën unë si trajnere dhe mendoj që është një rast i mirë i krijuar prej federatës, gjithashtu që na me gjinia femërore me përparu ma shumë futboll, edhe me pas ma shumë trajnere sepse kemi mungesë përgjithësi në Kosovë. Tash kjo licencë mu shumë për ndihmon që edhe me kuptu edhe trajnerat e mi edhe me ka një lojtare ma e mirë. Kjo licencë është diçka shumë ndryshe prej futbollit, si lojtare dhe si trajnere. Kena mësu shumë sene të reja, sidomos sjelljet që do të mi pas me fëmijë. Dallimi mes trajnerës dhe futbollistës është që shumë sene s'kena mujtë mi pasi futbolliste, që tash ndërkohë isha si trajnere, dhe është një eksperiencë shumë e mirë dhe kena mësu shumë sene që do të mi pas parasysh për ta. Dhjetor të vitit kalum kemi fillu me fazën e parë, të këtij kursi, mandej ka qenë faza e punës në klube që bojnë vajzat si trajnere, mandej ka qenë faza e dytë mujin shkurt, pas mujit shkurt, mandej kemi pas edhe provimet foliore me shkrim, gjithashtu edhe provimet praktike që janë kriteret të licencës C, edhe jemi shumë të lumtur që për herë parë e kemi një kurs vetëm për femra ku janë licencuar 30 vajza të reja. Kam potencial edhe besoj që disa prej tyre kanë me qenë të ardhmen me udhëheqje edhe futbollin femror në Kosovë.